Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Muzammil. Ajetet nga 6 deri te ajeti 10. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse, nga që ti ditën je vërtet shumë I zënë, prandaj përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht atij. Ai është Zoti I lindjes dhe I perëndimit, s'ka Zot tjetër të vërtet përveç Tij, drejtoju atij si rregullues I punëve të tua. Duroj llomotitjet atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hishme. Komentimi. Ndikimi I adhurimit gjatë natës. Ajetet nga 6 deri te ajeti 10 janë vazhdimësi e diskutimit për adhurimin e natës, si dhe për mësimet shpirtërore. Në ndriçimin e leximit të Kuranit janë argumente për atë që u diskutua në ajetet e mëparshme. Në lidhje me këtë, Kurani deklaron, natyrisht adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse. Fjala an-nashi'atu rrjedh nga fjala nashi dhe tregon ngjarjen, ndodhin. Për kuptimin e saj janë dhënë 3 interpretime të ndryshme në këtë ajet. I pari tregon për orët e natës, të cilat ndjekin njëra tjetrën, ose orët e fundit të natës, pra para agimit. I dyti tregon programin e veçantë sipas të cilit duhet ngritur natën për adhurim, për falje dhe lexim Kurani. Për këtë është transmetuar edhe në një hadith nga Imam Sadiku dhe Imam Bakiri, paqja qoftë mbi ta, synimi është ngritja në orët e vona të natës për të falur namazin e natës. Kurse në një hadith tjetër nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lidhur me komentimin e këtij ajeti, thuhet, me fjalën ajet shënohet ngritja nga krevati vetëm për hir të Zotit. Interpretimi I tretë tregon se kuptimi I ajetit është gjendjet dhe aktivitetet shpirtërore, të cilat përjetohen në këto orë të veçanta të natës, në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Ka ndikim shumë të thellë dhe më të qëndrueshëm se çdo veprimtari tjetër e tij. Sigurisht, ky interpretim si dhe interpretimi I paraardhës janë të ndërvarur me njëri tjetrin. Është e përshtatshme që të dyja të përfshihen në kuptimin e ajetit. Fjala wa'ta tregon hedhjen e hapit, por përdoret edhe me kuptimin e pajtimit. Shprehja ashaddu wat'an përdoret për të treguar vështirësitë dhe rëndësinë që mbart me vete ngritja dhe adhurimi natën, ose tregon ndikimet e qëndrueshme dhe të thella të cilat në ndriçimin e këtij adhurimi depërtojnë në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sigurisht, kuptimi I dytë është më I përshtatshëm. Ekziston mundësia që kuptimi të jetë në kontekstin e pajtimit, të koordinimit më të gjerë, që vërehet në këto çaste mes zemrës, syrit dhe veshit të njeriut, dhe të gjitha këto mobilizohen në rrugën e adhurimit. Fjala aqwam rrjedh nga fjala qiyam dhe tregon më të qëndrueshmit dhe më të çiltrit, kurse fjala qila është në kuptimin e bisedës të folurit dhe këtu nënkuptohet përmendja e Allahut dhe leximi I Kuranit. Shkurtimisht, ky ajet me anë të shprehjeve të ndryshme shumë domethënëse ka shpjeguar rëndësinë e adhurimit gjatë natës, rëndësinë e lutjeve në kohën e agimit dhe intimitetit me Zotin. Kur kushtet e përqendrimit mendor janë më të volitshme se asnjëherë tjetër, po ashtu ka shpjeguar ndikimin e lutjeve të natës dhe të leximit të Kuranit në pastrimin dhe në edukimin shpirtëror të njeriut. Gjithashtu ajeti bën të qartë se njeriu shpirtërisht në këto çaste ka një angazhim të veçantë për lutje, adhurim, për kujtim të Allahut dhe për meditim. Në ajetin vijues deklarohet nga që ti ditën je vërtet shumë I zënë, meqense gjithnjë je I zënë, me udhëzimin e njerëzve, komunikimin e mesazhit të Allahut, zgjidhjen e problemeve individuale dhe kolektive dhe nuk ke mundësi dhe kohë të mjaftueshme për adhurim dhe lutje, atëherë ngrihu natën për t'i kompensuar këto, për t'ju lutur Allahut dhe për të kërkuar ndihmë nga Ai. Ekziston edhe një mënyrë tjetër e komentimit të këtij ajeti. Kjo mënyrë komentimi në disa aspekte është më tërheqëse dhe përshtatet më shumë me ajetet pararendëse dhe me ato që vijnë më pas. Ky komentim I ajetit thotë, duke pasur parasysh faktin se gjatë ditës je I angazhuar me përgjegjësi të mëdha, natën duhet ta përdorësh për adhurim. Me adhurimin e natës ke mundësi të sigurosh paraqitjen e nevojshme për këto aktivitete dhe veprimtari të mëdha. Fjala sebhun tregon lëvizje vajtjardhje, ndonjëherë përdoret edhe në kuptimin e notit për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme që bëhen kur notohet. Shoqërinë njerëzore e imagjinon si një oqean të pafund në të cilin janë duke u mbytur grupe të shumta njerëzish, dallgët e forta të tij lëvizin në çdo drejtim dhe anijet e trishtuara kërkojnë vendstrehim. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është I vetmi që të shpëton nga ky oqean I trazuar, kurse Kurani është anija e vetme e shpëtimit.
Ky notar i shkathët duhet ta stërvitë veten për këtë mision dhe përgjegjësinë të madhe ditore me anë të adhurimeve dhe lutjeve të natës. Pas urdhrit për këtë adhurim natë dhe sqarimit të shkurtër rreth ndikimeve të thella të tij, Kurani përmend 5 urdhra të tjera si plotësim dhe deklaron prandaj përmende emrin e Zotit tënd. Padyshim këtu nuk synohet vetëm përmendja me emër, por kushtimi i vëmendjes, adhurimi i tij, meditimi për të, përmendja me gojë është premis për përmendjen me zemër dhe përmendja me zemër i jep pastërti dhe dëlirësi shpirtit dhe zemrës dhe e ujit fidanin e njohjes dhe të devotshmërisë i cili rritet në zemër. Fjala Rabbun tregon se sa herë të përmendet emri i Allahut duhet të tregohet vëmendje jo vetëm ndaj begative të pafundme të Allahut, por edhe ndaj edukimit të vazhdueshëm të tij ndaj teje. Një prej komentuesve të Kuranit ka propozuar disa etapa për përmendjen e Allahut. Etapa e parë, ashtu siç u përmend edhe në ajetin në diskutim, është përmendja e emrit të Allahut. Faza tjetër ka të bëjë me kujtimin me zemër të qenies së pastër të Zotit. Kjo është përmendur dhe në ajetin 205 të surës El Araf, ti përmende Zotin tënd me vete heshtur, me respekt e me droje, jo me shprehje të larta. Në fund vjen radha e etapës së tretë. Në këtë etapë ai shkon për depozitës së të qenit robi i Allahut, depozita e tërësisë, cilësive të hijeshisë dhe madhështisë së Allahut. Kjo është treguar në ajetin 41 të surës El Ahzab, o ju që besuat, përkujtoni Allahun sa më shpesh. Në këtë mënyrë ky përkujtim i Allahut vazhdon gjithnjë. Ai evoluon hap pas hapi dhe pronarin e tij, përmendësin e Allahut, e merr me vete dhe e çon në kulmin e përsosmërisë. Në urdhrin e dytë thotë përkushtoju krejtësisht atij. Fjala të betel rrjedh nga fjala el betl dhe shpërdorur me kuptimin e shkëputjes, ndarjes. Edhe Meriemen, paqja qoftë mbi të, e kanë quajtur Betul, sepse nuk kishte zgjedhur për vete asnjë bashkëshort, kurse Fatimen, paqja qoftë mbi të, ndryshe e kanë quajtur Betul, sepse në mesin e grave të asaj periude, për nga pikpamja e veprave, sjelljes, njohurive të veçanta dhe sipërore, ajo kishte arritur në pozitën që i përkushtohej vetëm Allahut. Sidoqoftë, fjala te Betul nënkupton njeriu që i është përkushtuar vetëm Allahut me gjithë zemër, njeriu që nuk i shkëput marrëdhëniet me Allahun, që të gjitha veprat i kryen për hir të tij, si dhe është i sinqert. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: në Islam nuk ka as murgëri dhe as ndarje. Ky hadith nënkupton se heqja dorë nga kjo botë e pranuar nga murgjrit e krishterë nuk ekziston në Islam. Madje ata për të hequr dorë nga kjo botë kanë hequr dorë edhe nga martesa, si dhe nga çdo lloj aktiviteti shoqëror, kurse një mysliman i vërtet, krahas jetesës në zemër të shoqërisë, gjithë vëmendjen e tij ka përkushtuar Allahut. Në disa transmetime nga imamët e pamëkatshëm është transmetuar se fjala te betel është përdorur me kuptimin e ngritjes së dorës gjatë faljes së namazit, por është e qartë se kjo lëvizje në realitet shpreh një prej manifestimeve të sinqeritetit dhe përkushtimit ndaj Allahut. Sidoqoftë, ky përkujtim i Allahut dhe ky sinqeritet është një veprim i rëndësishëm i besimtarëve, të cilët në këtë mënyrë tregojnë se janë plotësisht të udhëzuar si dhe udhëzojnë edhe të tjerë. Më pas përmend urdhrin e tretë, ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit, s'ka zot tjetër të vërtetë përveç atij, drejtoju atij si rregulluesi punëve të tua. Pas etapës ku flitej për kujtimin e Allahut dhe etapës së sinqeritetit, vjen etapa e besimit dhe dorëzimit plotësisht atij, pra çdo gjë dhe të gjitha punët t'ia besojmë Allahut dhe t'i lëmë në dorë të tij. Allahu, i cili është Zoti i lindjes dhe i perëndimit, domethënë e tërë ekzistenca ndodhet nën sundimin dhe zotrimin e tij dhe ai është i vetmi i denjë për adhurim. Kjo shprehje në realitet është argument në lidhje me çështjen e mbështetjes tek Allahu. Si mundet që njeriu të mos i mbështetet Allahut dhe të mos ia besojë atij punët e veta kur në të gjithë universin nuk ekziston asnjë sundues, sovran, mëshirues, edukator apo i adhuruar tjetër përveç tij? Në përfundim, në urdhrin e tretë dhe të katërt deklaron: duroj llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hijshme. Në këtë mënyrë shpaloset durimi dhe largimi si dy cilësi të rëndësishme që duhet t'i karakterizojnë profetët dhe imamët, sepse në rrugën e thirrjes për në udhën e drejtë, llomotitjet e armiqve, ngacmimet dhe lëndimet e tyre janë të shumta. Në qoftë se një kopshtar dëshiron të kpusë një trëndafil, duhet të duroj edhe lëndimin e gjembit. Neglizhimi dhe distancimi disa herë janë të nevojshëm për të shpëtuar nga ligësia e tyre, por edhe për t'u dhënë një mësim me anë të kësaj shmangjeje.
por ky distancim nuk duhet të ndërpres programet edukative, ftesën dhe thirrjen drejt Allahut. Në këtë mënyrë ajetet e lartë përmendura japin një rekomandim të plotë dhe gjithëpërfshirës profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të gjithë atyre që hedhin hapa në rrugën e tij, që të marrin ndihmë nga adhurimi i natës dhe lutjeve drejtuar Allahut në agim dhe më pas këtë fidan ta uisin me përkujtimin e Allahut me sinqeritet, me mbështetje te Allahu, me durim dhe largim në mënyrë të hishme. A nuk është ky një rekomandim i kompletuar dhe mbres lënës? Si fjalia, ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit, nënkupton sundimin e tij në të gjithë universin. Largimi i hishëm, siç edhe u trajtua, tregon distancimin e shoqëruar me dëmshuri, me thirrje dhe ftesë në rrugën e Allahut. Ky largim konsiderohet si një prej metodave të edukimit në periudha të caktuara dhe raste të veçanta dhe në asnjë mënyrë nuk është në kundërshti me çështjen e xhihadit në periudhat e tjera. Secila nga ato ka vendin e vet. Thënë ndryshe, ky largimi i hishëm nuk është shpërfillje. Përkundrazi është një lloj vëmendjeje e veçantë. Zhvendosja e urdhrit të lartë përmendur me anë të ajeteve të xhihadit nuk është i saktë. I ndjeri Tabersiu në veprën Mejmaul Bayan, kur komenton ajetin në fjalë shkruan, ky ajet u tërheq vëmendjen thirrësve në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit dhe thirrësve drejt Kuranit, që të tregohen të durueshëm ndaj vështirësive dhe fatkeqësive, të tregohen të sjellshëm, të butë, të qetë dhe tolerant në sjelljen e tyre me njerëzit, në mënyrë që fjala e tyre të pranohet më shpejt.